Ndjekja e shkollës në Baden-Württemberg është e detyrueshme. Fëmijët nga mosha 6 vjeç duhet të ndjekin shkollën, por jo të gjithë ndjekin të njëjtën lloj shkolle. Edukimi në shkollë është si një udhëtim autobus. Ka një pikë ku hipni dhe një pikë ku zbrisni. Ndërkohë, ju mund të ndërroni autobusët. Pika fillestare është shkolla fillore. Të gjithë fëmijët duhet të marrin pjesë në të. Këtu, ata marrin një arsim bazë si leximi, shkrimi dhe aritmetika. Dhe pas kësaj janë 3 destinacione: Abitur, Mittlere Reife dhe Hauptschulabschluss. Këto certifikata diplomimi tregojnë se çfarë ka mësuar një student dhe sa në mënyrë të pavarur ai ose ajo mund të zgjidhë detyrat. Në varësi të shkallës që arrin, mund të zgjedhësh profesione të ndryshme. Një avokat, për shembull, duhet të ketë kryer një universitet në Gjermani. Kjo është e mundur vetëm me abitur. Për të bërë infermiere, duhet të keni Mittlere Reife. Një marangoz duhet të ketë të paktën kualifikimin nga Hauptschule. Për marrjen e diplomave, të gjithë fëmijët pas shkollës fillore, pra pas klasës së 4, zgjedhin shkollën e mesme. Ne mendojmë për opsionet e shkollës së mesme si rrugë autobusësh. Secili prej këtyre autobusëve ka një fokus të ndryshëm dhe destinacion të ndryshëm. Ka 5 linja të ndryshme: Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Sonderpädagogisch und Beratungszentrum dhe Gemeinschaftsschule. Ndalesa e parë e rëndësishme vjen pas klasës së 9, Hauptschulabschluss. Këtu ndalojnë të gjithë autobusët. Hauptschule përfundon këtu. Studentët mund të zbresin dhe të fillojnë një trajnim profesional ose të transferohen në autobusët e tjerë. Ndalesa tjetër vjen pas klasës së 10, Mittlere Reife. Kjo është pika përfundimtare e Realschule dhe SBBZ-s. Zakonisht edhe për Gemeinschaftsschule. Autobusi i Gymnasium gjithashtu ndalon këtu, që ju të rini ose të dilni. Më pas, ai vazhdon deri në Abitur. Pas përfundimit të gjimnazit, studentët mund të ndjekin universitetin ose të fillojnë formimin profesional. Ashtu si me autobusët, shkollat ofrojnë mundësinë e ndryshimit. Megjithatë, prindërit duhet të sigurohen që njëri me aftësitë e fëmijës të përshtaten me llojin e shkollës që ata zgjedhin. Në fund të fundit, të gjithë fëmijët duhet ta shijojnë udhëtimin e tyre në autobus.